Transparenca e procesit zgjedhor, kontrolli i financave, përdorimi i teknologjisë ishin në fokus të diskutimeve në Kuvend gjatë shurtimit të raportit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2025. Deputeti Pirro Vengu prezantori komandimet e Kuvendit drejtuar KQZ-s, duke kërkuar forcimin e mekanizmave të kontrollit, përditësim të sistemeve elektronike e më shumë bashkëpunime me institucionet përgjegjëse. Fuqizimin e strukturës përgjegjëse për trajnimet, për të siguruar forcimin e kapacitetit të komisioneve zgjedhore në nivele vendore, grupeve të numërimit të votave, duke siguruar pjesëmarrjen e anëtarëve të këtyre komisioneve në sesionet e trajnimit, të zhvillojë më tej përmbajtjen e kurrikule, standardizimit tyre duke përgatitur manuale të thjeshta të përdorshme lehtësisht nga grupet e synuara. Kjo pikë është posaçërisht e rëndësishme sepse sa më shumë informacion ka, sa më shumë kulturë demokratike ka për mënyrën se si votohet, mënyrën se si administrohet vota, mënyrën se si mbrohet vota, dhe si ajo numërohet, aq më pak vend ka për teori konspirative apo për anatemime të këtij procesi. Ndërkohë, gjatë diskutimit për raportin e KQZ-s, deputeti Damian Gjiknuri u ndal tek mundësia e aplikimit të votimit elektronik në Shqipëri. Ai tha se qeveria është e gatshme të financojë këtë proces, ndërsa realizimi i tij kërkon bashkëpunim politik mes palëve. Që qeveria ka shprehur gatishmërinë me kohë për të financuar madje një vlerë financiare që shkonte mbi 50 milion euro për ta bërë në Shqipëri votimin në mënyrë elektronike. Nëse ka vullnet, ky është momenti që ne ta realizojmë me një qasje politike edhe në zgjedhjet e ardhshme. Jo zgjedhjet vendore, sepse për ato nuk ka kohë, por për zgjedhjet e përgjithshme kjo është e mundur. Nga ana tjetër, përfitoj nga rasti meqense e preka temën e bashkëpunimit me opozitën, që Komisioni Reformës Zgjedhore, i cili besoj në seancën tjetër do të kërkojë edhe shtyrjen e afatit, unë nuk dua ta shkëputës nga kjo rezolutë sepse gjërat janë të lidhura, ka kryer një punë relativisht të mirë. Pse them relativisht mirë? Jo se na mungojnë kapacitetet, jo se s'ka mundësi, jo se nuk ka ekspertizë, po pikërisht sepse ka pasur një vështirësi në komunikimin politik. Diskutimi për reformën zgjedhore e ndryshimin e administrimit në proceseve zgjedhore pritet të vijojë në seancën e ardhshme të Kuvendit.